O ju vëllezërit e mi, dhe o ju nana, dhe o ju motra besimtare. Unë e di që hoxha dhe imamlarët kur folin, kur flasin ligjërata, ndoshta ndonjëri pe jush do të thot, o imam, po shumë mëkate i kom bë Allahut. Unë ka vite që nuk e kom pa pragun e xhamis. Nuk ka mëkat prej drogës, edhe alkoolit, edhe bigjozit, edhe imoralitetit që unë nuk e kom bë. O vëllahu im, po ta di se çfarë Zoti bujar ke. Po ta di se sa Allahu xhallahu ala gëzohet me kthimin tënd. Gëzohet me pendimin e robit, vallahi bilaj sonte do të kishe vendosje ta gëzojsh Allahun azza wa jall. Dhe pasha Allahun e madh tash në këtë moment Allahu gëzohet me ne. Ju thot me laqeve me laqet e mia, po pse janë tu bu këto njerëz sonte? Ja Rabbi që të të kujtojnë dhe të të madhërojnë ty. Allahu xhallahu ala në këtë kontekst thot o vëllezërit e mi: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim. Pra Allahu po të thret në emrin e robërisë. O ju robërit e mi, pra po Zotin të dëgjuam dhe të respektuam dhe unë nështrum para teje, ja Rabbel Alamin. Ja ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim. O ju robërit e mi, që e kini ngarku veten e juj me shumë mëkate. O ti që ke bërë shumë mëkate, e di më Zotit, ka pa Allahu xhallahu ala. Megjithatë ai prapë të ka furnizu. A ke pa ndonjëherë vëllau im që ke dalë për një mëkate dhe një gjunahi dhe Allahu ta ka ndalë frymëmarrjen? Pasha Allahu ka pas mundsi. Po s'ta ka ndalë. A ka ndodhur vëllau im që në qoftë se me dorën tënde ke bën një mëkat dhe një gjunah, ta ka shtang dorën Allahu? Vallahi ka mundësi që të ta shtangën dorën, por ai s'ta ka shtang. Se ai xhallahu ala të don. Andaj vllazën tregonte një prej hoxhallarëve i Kuvajtit, thonte për një plakë e cila 99 vjet ka qenë krishtere. Dhe në moshën 99 vjeçare pranoi Islamin dhe në moshën 100 vjeçare ndroi jetë. 99 vjet në kufër dhe në mosbesim. 1 vjet jetoi në Islam dhe Allahu xhallahu ala ja pranoi atë. Dhe e pan pas vdekjes në ëndër dhe i thanë: "Oj filane, çka bëri Allahu me ty?" Tha: "Më fali me shahadeti la ilaha illallah." O ju robërit e mi, që keni ngarku veten me shumë mëkate dhe gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu xhelle xhelalu i falet të gjitha mëkatet. O imam, çka i tu than? Po pasha Allahu, të gjitha mëkatet o vëllau im, sa do të mëdhaja dhe të rënda që jenë ato, të gjitha i falen Zoti. Edhe një biri plak një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin në dorë, i ishte shtrëmbëruar shpina, pa aq i plakur dhe i lodhur. Dhe i tha: "O Muhammed", pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po urdhë o filan." Tha: "A e ke pa një njeri që nuk ka lënë vend pa bë mëkate dhe gjunahe? A ka tëube për atë? A e pendon, a e falen Zoti xhallahu ala?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e kishte kokën e ulur, ju kujtua ajeti Allahu xhallahu ala ku Allahu thot: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Me të vërtet mëshira ime ka kaplu gjithçka. La ilaha illallah. Mëshira e Allahut i ka kaplu gjunahet e tua. Atëherë ngriti kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O filan, a e ke pranuar Islamin? A e ke thënë shahadetin la ilaha illallah?" Tha: "Po ja Rasulullah." Tha: "Shko filan se Allahu ti ka falë të gjitha." Tha: "Wallahi," thot Enesi, e pash plakun e shkret moru gëzo. Doli pe xhamisi gëzom duke thënë: "Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammeden rasulullah." Ky është Zoti ynë vallahi.